Rastet e diagnostikimit të hershëm të kancerit të gjirit në Shkodër kanë ardhur në rritje, megjithatë, sensibilizimi mbetet kryesisht i përqendruar në muajin tetor, i njohur si muaji i ndërgjegjësimit të kancerit të gjirit. Por kujdesi ndaj shëndetit duhet të jetë i vazhdueshëm dhe jo vetëm sezonal, thot onkologja Kleva Qeraj. Muaji tetor është muaji ku gratë drejtohen më shumë në numër më të madh për të kryer ato ekzaminime depistuese. Pra gjatë vitit është situata akoma, e përmirësuar, por jo si në muajin tetor, kur bëhet promovimi mbi kancerin e gjirit. Në Spitalin Rajonal të Shkodrës ofrohen disa lloj kimioterapish duke mundësuar trajtimin e pacientëve pa qenë nevoja që ata të drejtohen gjithmonë në qendrat spitalore në Tiranë. Kanceri i gjirit mbetet forma më e shpeshtë e kancerit që trajtohet në këtë spital. Disa linja kimioterapie apo target terapia apo hormonoterapi, kryesisht diagnozat më të shpeshta që trajtojmë ne është kanceri i gjirit, i ndjekur nga kanceri kolorektal, kanceri i stomakut dhe pastaj prostata. Për fat të keq, në stadiet avancuara, pjesa më e madhe e kancereve diagnostikohet. Vitin e shkuar në Shkodër u zbuluan 28 raste të reja me kancer gjiri. Specialistët apelojnë për kryerjen e rregullave të kontrollit, mamografive sipas grup moshës dhe konsultave mjekësore në çdo rast dyshimi, duke theksuar se diagnostikimi i hershëm shpëton jetë.